Hoxhën e nderuar, ne pa humbur kohën, do të shkojmë me një pyetje. Sot është një ditë në të cilën njerëzit menzisë e kanë pritur të bëjnë një haram, domethënë një mëkat. Do të kisha pyetur kështu, çka mund të na thoni për 1 prilin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. S'ka dyshim se vërtet është një traditë e keqe e cila ka dominu me të madhe edhe në mesin e muslimanëve. S'ka dyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë të cilën e ka paralajmëruar faktikisht dhe ne jemi duke e përjetu. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tattaba'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law salaku juhra dabbin lattabi'tumu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni mi përcjell popull qerr, hap pas hapi, plllam pas pllame, derisa nëse njëri prej tyre tenton të hijen birën e hardhucit, do të hini dhe ju. Këtë të cilën e ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është një dukuri e cila po e shohim në mesin e muslimanëve. Faktikisht 1 prilli as nuk dihet prej ku ka met dhe si ka met. Asnjë nuk din dhe nuk kanë haber se pse të qertë e konsiderojnë këtë ditë si dita e rrenave. A faktikisht në Islam është ngrit dini Allahut, po dhe ngrit dunjaja me drejtësi dhe me besnikëri. Për këtë arsye një dukuri negative e cila ka dominu në mesin e muslimanëve, kinse me 1 prill lejohet me rrejt. E faktikisht, nga se me 1 prill, sipas disave, fillon pranvera. Do me thonë me fillu vitin, me fillu pranverën me rrejnë. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar shumë hadithe se prej cilësive të munafikut është rrejnë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik 3, shenjat e munafikut janë 3. Njëri prej atyre, idha haddath kadhab, kur të flet gënjen, rrejnë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe më shumë se kaq na ka treguar me një hadith se iyakum wal kadhib, keni kujdes, runu rrejnës, nga se ai i cili rren, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkruhet te Allahu rrensak. Edhe rrensaki apo rrena njeriun e çon në vepra të këqija të liga. Dhe ai i cili rren do e mos kamera në mëkate edhe më të mëdha, derisa disa dietar kanë thonë, kemi has njeri që ka pi alkool e kalon alkool. Kemi has njerëz dhe zinon kanë lënë zinon, janë pendu. Rall herë kemi gjet njeri cili ka rrejt dhe kalon rrejnë. Derisa tregohet me një ngjarje se një dhëndër kishte shku me lipën një gocë apo një vajzë. Shkon te babgjishi dhe babgjishi e pyet këtë dhëndrin dhe i thot, a pin alkool? Tha jo. Tha shkon na për kafe? Thot jo. Shkon na për gazino? Jo. Krejt jo. Në fund thot vetëm një cilësi e kam të keq. Urna çfarë? Tha rrej. Do me thonë krejt këto i baj. Krejt që të kam thonën, që si baj, i baj. Për ata nona e të këshive është rejnë. Si ka mundësi mu zirtarizu? Si ka mundësi mu festuan dita e rejnë? Kurse ditët e Allahut azza wa jall janë të shenjtë. Frimarjet njeriu për frimarjet do të pyetët, mos flasmi për ditët. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar një lloj të dënimit për rëncakat në varr. Hadithin e ka nxjerr Imam Buhariu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se ka pas zakon pas namazit sabahut, ka pyet dhe ka thonë, a ka pa dhe njëri prej jush ëndër? E nëse s'kan pa, ai ka tregu nëse ka pa ëndër. Një ditë prej ditëve ka pa pejgamberi Allahut një ëndër dhe thot, më kanë ardhur di melek, më kanë ngrit dhe më kanë thonë hec, kemi hec. Pasi që kemi hecën, i kam pa disa ngjarje. Unë do ta shkurtoj hadithin për shkak se hadithi është shumë i gjatë. Hadithin të cilën kam për qëllim për ta cek, do ta ceki vetëm atë pjesë. Thotë kam pa një njeri që ishte ul te koka e tij, e kishin kapën dhe ja çajshin gojë. E çajshin gojë nonën e gjatë deri te veshi, pastaj nonën e majt deri te veshi tjetër. E pastaj i pyeta këta të ditë dhe i thash, kush është ki? Ka thonë, ki është rëncaki, a i cili rren del mëngjes
e përpilon një ren, e mush dhe e fliq dunjon. Për këtë arsye, një prilli nuk ka bazë dhe nuk ka, do me thonë, faktikisht, historikisht, nuk mundësh ndoshta saksisht me gjenë se piku e ka zanafilën, përpos se një model i huaj të cilët faktikisht ndoshta jetën e tyre e kanë të ndërtum në ren. E më e mjerueshme që kam lexu për një prillin, ashtë i thot një dietar, nga se me një prill ka ra Kurdova apo Indelusi Spanja prej dorëve të muslimanëve, për këtë arsye të qertë e konsiderojnë një prillin dita e të marrëve apo budallëve, nga se në këtë rast muslimanët i konsiderojnë si të çmendur, të budall, të marrë, për këtë arsye e kanë bën këtë ditë që ta përqeshin siç janë përqesh me dinin Allahut Azza wa Jall. E mjerisht po tham si musliman, duke i emitu të qertë, duke mos e ditë se çka janë duke vepru, duke mos e ditë se ndoshta kjo ditë është që njeriu e ban banor të zjarrit. Ka se pejgamberi Allahut ka thonë, ka njeri të cili e flet një fjalë, dhe e i dhuron Allahun Azza wa Jall 70 pranvera apo vjeshta hedhët në xhenem. Për çka? Për një fjalë. Mos flasmi për shumë rrena të një ditë, lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i vedison musliman dhe t'i kthen dinin e tyre, që kupton se janë kriju të jenë të sinqert, të drejt, të jenë besnika se Allahu Azza wa Jall i don të besnikat dhe banorët e xhennetit nuk do të jenë vetëm besnikët. Allahu Azza wa Jall na bën prej tyre.